në një farë mënyrë demitizoi Hashim Thashin. Në fakt Hashim Thashi, më sa di unë kur nuk ka thënë që unë kam qenë komandanti i përgjithshëm i UÇK. Po s'ka qenë. Udhëheqës politik ka qenë. Po. Tjetër gjë, komandant më kanë qenë tjetër gjë. Ka pasur komandant shtabi atje, ka pasur dhe njerëz më të rëndësishëm se Hashimi. Me thënë drejtën, Hashimi u bë i njohur me Rambujen. Me qenë se janë shumë motive. Me qenë se ata që ishin vërtet, nuk ishin brenda Kosovës, o Zvicër, o Shqipëri, se kështu organizuan edhe UÇK-ja. Dhe nuk shkonte që atje të venin njerëz që ishin jo direkt nga lufta dhe u caktua Hashimi. Hashimi është djalëzgjuar, ka qenë i rëndësishëm, por nuk ka qenë ai kryesori. Nuk ishte komandanti operativ në teren. Ja. Ai e përfaqëson të UÇK-n në marrëdhënie me partnerët, me shtetet të tjera, sa herë që duhesh, politik, pjesa politike e problemit, si thosh. Ushtarakët që jepshin urdhrat e mbështetësh janë tjetër gjë fare. Por sot ka ardhur problemi që ku ka ngecur e gjykatë. Natyrisht duke mos e akuzuar dot për ato krimet e mëdha që u diskutuan në fillim. Dhe duke ardhur të kjo që dëshmimtarët nuk po përmendin ndonjëherë emrat e këtyre. Se s'kan qenë as gjikundi këta që mund në skena të tilla që ka qenë dëshmimtar. Dhe nëse kanë bërë në hile, po e themi, jo krim, nuk e kanë bërë për një dëshmimtarve. Kështu që tani ka ardhur puna që këta të akuzojnë jo për ato që ishin në fillim, po e akuzojnë për faktin që kishin një ushtri, normalisht edhe janë burrën që kosovarët. Fatkeqësisht shumë prej tyre shkruhet në libra, direkt sa mbas çlirimit të Kosovës, jo kështu, jo i bëm kështu, jo i bëm ashtu. Ndoshta edhe duke e fryrë pak aktivitetin e tyre. Dhe tani kanë ardhur te kjo që ka ndodhur ca gjëra. Këta kanë qenë shefa, këta mbajnë përgjegjësinë. Po mbajnë përgjegjësinë nëse do ishin vërtet ushtria rregullt, pra ka shumë gjëra dhe ka ngesur problemi. Dhe po zgjatet tani. Po përfundon, jo po ka kërcënuar dëshmitarët dhe do të thënë ka ikur nga akuza për të cilën u nis. Sigurisht. Jo, ajo ka ndryshuar komplet, por fakti që po i mbajnë në paraburgim për kaq shumë kohë, kujton sikur mbulin këmbë që ti shpallin fajtor, pavarësisht se është shumë e vështirë. Pastaj problemi i amerikanit Rubinit ose atij tjetër që s'ja di emrin. Kemë shumë deklarate përgjithshme, deklarate lidhur me UÇK-n, jo me këta personat konkretisht. Dhe është shumë e vështirë për të dy palët në një gjyq të tillë. Ata kanë prova direkte për komandantët, se tani për këtë akuzohet, që pse s'ishin në gjendje, kishin bërë një ushtri, u mburrën me një ushtri dhe s'ishin në gjendje ta kontrollonin. Se nuk frenonin komandantët e zonave operative. Po pra, çik më poshtë. Ndërkohë që dhe mbrojtja është shumë e vështirë. Tani ka filluar mbrojtja. Probabilisht edhe mua më kanë kërkuar. Po, nuk e di se do jeni dëshmitar. Po, ma kërkuan, me thash po. Po e thash ores. Çfarë të thuash konkretisht? Apo unë opinione mund t'jap se si kam prekur me dorë, nuk kam qenë aty. Sigurisht, ti ke parasysh pastaj shumë disa, jo shumica. Po një pjesë e madhe e problemeve janë probleme mbasi hyn ushtrit aleate në Kosovë, do thonë kur UÇK-ja nuk ishte më operative. Edhe kjo është një faktor që, pse akuzohet UÇK-ja? Kur ka ndodhur? Po, ka ndodhur. Ja kanë rrëmbyer shtëpinë një serbi që e quajtën kështu, kanë ekzekutuar ndoshta gjoja si bashkëpunëtor të serbëve, pa ajo ka qenë një akmarrje personale në fshate më the tash dhe plot më të krime për atë periudhë quhen që janë krime që lidhen me situatën e luftës, me UÇK-n, pra nga të dy palët është çike vështirë. Edhe prokurorët tash ndryshuan aq shumë për ato akuzat sa tani kanë përfunduar. Mezi po e mbajnë gjallë gjyqin. Por edhe mbrojtja s'po thotë se unë e njoh për kështu, edhe ai tha, nuk e kemi konsideruar UÇK-n kur terroriste. Nuk e kemi konsideruar në që kishte një komand, një piramid komandimi të saktë, më the tash.
ne nuk bashkëpunojmë me... Profesor, kishte në atë kohë që ka aparate në ndërlidhjeje, do më thënë që një komand të lidhe me një komand tjetër, sepse dihet që madje unë kështu e kam menduar që edhe vetë ne kemi eksperiencën tonë, por është edhe eksperjenca e partizanëve të Titos, që njësitë partizane luftojnë në zona të veçuara dhe vetëm mbasi harrinë e bashkohen dhe krijojnë një front unik, mund të quhet edhe neve e quhet ushtri të rregullt dhe u njoh nga gjermanët si ushtri i rregullt mbas kongresit të Përmetit, kur jugu u unifikua si zonë e çliruar dhe pak a shumë filloi një luftë frontale. Kjo nuk është arritur, asnjëherë s'kanë qenë në kontakt fizik me njëri tjetrin luftarët e një zone me një tjetër. Ata përdorin në atë kohë edhe celularët e zakonshëm, po dhe celularët satelitor. E kishin dhe ato dhe abonime që bëheshin në Amerikë ose ishin këto mjete. Nuk e di sa kontrolloheshin me serbët. Ata kishin këtë frikë, sigurisht. Por, për bërë një komunikim urgjent që mbas një ditë s'kishte më vlerë le ta merrshin vesh serbët, ishte e domosdoshme dhe i përdornin. Bile ka parasysh edhe kur vajta një shtab në përgjithësi pas lufte, nuk kam vajtu një lufte. Dhe thënë, ata kishin akoma antena që i varnin në për pemë të gjata shumë dhe që pastaj fustin në celular në mënyrë që dhe një sinjal shumë më i dobët bënte punë për të komunikuar. Kam pasur mënyrat tjera. Këto kanë qenë dy rrugët. Dhe këtë ndërlidhje primitive s'mamdja se kanë shfrytzuar që shiko, hiq qafe Draganin ose... Ishin kaq të mëndshë. Shiko, nuk ka ndodhur kjo, nuk është fenomen. Thash, ka ndodhur raste sporadike. Po, ishte një situatë ku po ndryshonte një sistem. Nga një pjesë e Jugosllavisë, siç ishte Kosova dhe në atë pjesë e Jugosllavisë, edhe policia, edhe ushtria... Sidomos 10 vjeshin në fund. Ishin të gjithat jugoslavëve. Dhe tani po kalon të problemi, trupat e NATO-s ishin aty për të shuar çdo konflikt të mundshëm. Nuk merreshin dot, nuk e njihshin situatën, kështu i thash u krijuan kushte edhe për krime ordiner që mund të fshiheshin në emër të një lufte, pasoj lufte, më thash. Të gjithë ata që akuzohen, nuk flas për ata tani. Do më thënë, është ajo periudha e tranzicionit. Tranzicion që zjati o? Jo vetëm që u kaluan nga një pushtim në një administrim, së ndryshe ishte për shembull Shqipëria, iku pushtimi, po erdhi një pushtet tjetër me një herë që u vendos. Ndërsa aty nuk u vendos një pushtet tjetër. Ishte krijuar që në Berat. Po pra, shteti ishte krijuar në Përmet. Dhe thjesht u instalua me një herë, sa largoi, ndërsa këtu nuk është se u instalua UÇK-ja, u instalua një administratë ndërkombëtare që ishte ngafët, nuk njifte terrenin dhe në këto kushte krimi përfiton apo jo? Shiko, UÇK-ja unë kam qenë në shtabin e gjyqërisë kur filluan bisedimet, dhe ka qenë një situatë e vështirë, për të çarmatimin e UÇK-s. Sa po kishte marrur lufta, për një herë ata e kuptuan aleatët dhe ishte mirë që UÇK-ja mos ishte më ushtri, pse ka për pozicion në ushtri se e kishte marrë NATO-a. Dhe natyrisht komandantët e kundërshtuan, po jo pse donin të bënin krime. E kundërshtuan se kishin luftuar, kishin rrezukuar jetën dhe tani papritur, vërtet akoma s'ishte shumë e qartë, nëse do ishte Kosova e pavarur, nëse tash, dhe ata donin që t'ishin më të sigurt se sa pa armë, kjo ishte ideja.